E titulluar Miq të pyllit, premiera për fëmijë që po përgatitet nga aktorët e teatrit Mixheni, do shfaqet të shtunën dhe të dielën me 15 dhe 16 nëntor në orën 11:00 në skenën e këtij teatri. Teksti është shkruar nga Dojna Mema, ndërsa regjia mban firmën e Nikolin Ferketa. Mëgjërësisht për këtë shfaqje u fol në konferencën për shtyp të dhënë ditën e premte. Është shfaqja Miqt e pyllit, që është një premier e vendosur në skenë me regjin nga Nikolin Ferketa dhe me tekst nga Dajana Nenaj dhe me aktorët e mrekullueshëm të teatrit Mixheni, dhe do jetë me datën 15 dhe 16 nëntor dhe pastaj javës tjetër vijon edhe për shkollat e qytetit. Fëmijët janë spektatori më i sinqert edhe spektatori të cilët na gjykojnë më mirë më. Një shfaqje e cila në këtë skenë do të shohin shumë gjëra të ndryshme, duke filluar që nga ëndrat fëminore. Pra një fëmijë i cili historinë e shef në një ëndër, që është në një pyll, dhe pastaj ëndrat janë ato të cilat e bajnë fëmin të lumtun kur qohet në realitet. Është historia mes të mirës dhe të keqës, ku ne japim mesazhin që gjithmonë tek fëmijët dhe tek shpirti fëminor duhet që të ushqejmë atë çka është më e mira. Aktorët kanë kohë që po punojnë për përgatitjen e kësaj premiere dhe fëmijët do ndihen të lumtur duke e ndjekur në skenën e teatrit Mixheni. Teatri Mixheni i Shkodrës në programin e tij vjetor ka planifikuar disa aktivitete të dedikuara për fëmijët, ndër të cilat bëjnë pjesë dhe premiera Miq të pyllit.